Mos marri makinën për të blerë cigare apo për të blerë bukë të cepi rrugës, po të eci me këmbë. Do ketë dhe një paket masash të eficiencës që do të kërkohet nga qytetarët, pra kursimi, se si duhet përdorur kondicioneri, se si drita duhet ndezën 1 orë me vonesë të paktën. Në një vend ku qytetarët përballen me mungesën e ilaçeve e ujit të pishëm, Ministria e Infrastrukturës ka shpallur një tendë 10.000 euro në muaj për larjen e makinave zyrtare. Në krye të listës është Audi A8 i zëvendës kryeministres Belinda Bauku, që do të lahet 12 herë në muaj, praktikisht çdo 2 ditë pune. Tendri i hapur më datën 28 mars 2025 kërkon lavazhe më larg se 2 kilometër nga ministria, që funksionon me 2 ture, madje edhe të shtunave, në ambiente pritse me 4 makina. Dhe kohë larje maksimumi 30 minuta. Larja duhet të bëhet me solucion special, jo furç, një trajtim spa për flotën qeveritare. Përfshir Audin e Ballukut, lista përfshin 9 mjete të tjera: Toyota, Volkswagen Touareg, Hyundai, Citroen, Land Rover, Toyota RAV4, Skoda dhe një tjetër Toyota. Dhe për më tepër tenderi përfshin edhe larje tapicerie 10 herë në vit për 3 veturat dhe 7 fojshtatat. Në kohë kur spitalet vuajnë për pajisje dhe qytetarët rendim pas ndihmës ekonomike, këto shpenzime ngjajnë si një ironi e hidhur. A është kjo një thjesht larje makinash apo është përdorim sistematik i buxhetit shtetëror? Një tjetër pastrim në emër të luksit që lë në baltë nevojat reale të qytetarëve.